Miqtë të Stopit, përshëndetje. Mos regjistrimi i certifikatës së martesës i ka kushtuar qytetarës së drejtuar në Stop shumë vite, e përveç viteve, pengesa ligjore të shumta. Për më tepër, ndjekim qytetaren. Përshëndetje, quhem Elisabeta Toskaj. Në 2003 u martova me bashkëshortin tim Xhemil Toskaj. Xhemil Toskaj më përpara ka qenë i martuar dhe nga ajo martesë ka një fëmijë. Ai është divorcuar me gruan e parë në vitin 2001, u bë zgjidhja e martesës edhe në Shqipëri, edhe ne u martuam të dy bashkë. Ju martuat në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Mbasi u martuam, unë shkova në Amerikë. Im shoq kishte 21 vjet në Amerikë, ndërsa unë kisha 15 vjet. Mbas 21 vjetësh im shoq vendosi që të kthej në Shqipëri me pretendimin sepse këtu ishte ndryshuar çdo gjë dhe ne do e kalonim mirë pensionin në Shqipëri. Ju kishte të dy në shtetësi amerikane. Por menjëherë me kthimin këtu në Shqipëri na hasën në probleme të ndryshme. Një nga këto probleme që hasëm ne ishte se filluam të kërkonim certifikata të ndryshme për të bërë ID. Konstatuam se në këto certifikata im shoq dilte i divorcuar, ndërsa unë dilësha i martuar me shtetas të huaj. U detyroi im shoq që të bënte një zgjidhje nëpërmjet gjykatës. Bëri një kërkesë në gjykatën administrative. Në vitin 2018, në maj të 2019-s, doli vendimi i gjykatës, por nuk ishte i formës së prerë. Dhe ju dha të drejtë që të bëshin saktësimet. Që të bëshin ndryshimet në rubrikat shtetësia, nga shtetësia amerikane që ishte gabim, në shtetësi shqiptare që e quanin të drejtë, dhe nga i divorcuar në i martuar. Apelua nga drejtoria e përgjithshme, nga Bashkia e Tiranës, edhe nga mini bashkit. Ndejta 7 vjet në apelim, më vdiqim shoq me 17 shtator të 2025-s. Nga se ndrojet për shorti? Ishte me smundje të rëndë me kancer në lëkur. 2 vjet kam ndetur me ato duke i bërë shërbim, se kishte shërbim të rëndë. Gjykata administrative e apelit vendosi në dhjetor, pra muaj pasi bashorti juaj kishte ndruar jetë apo jo? Po. Më dolën certifikatat e vdekjes i divorcuar. U drejtova institucioneve. Nuk më jepin zgjidhje sepse Bashkia 10 thonte që duhet ta bëj përpara Bashkia e Madhe. Bashkia e Madhe thonte ne nuk merremi me këto punë se jemi zyrë arkive. Drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile më thonte që personi ka ndruar jetë, ne nuk mund të është i çregjistruar dhe nuk mund të bëjmë dot veprime. Po nuk pash rrugë zgjidhje deri më sot dhe ju drejtova emisionit Stop sepse e shoh që është i vetmi emision që zgjidh hallet e popullit dhe problemet që ka populli. Ty për çfarë të penalizon? Në çdo veprim të jetës time. Unë pothuaj se jam e vdekur nga ana jetësore, sepse pa ato certifikata unë nuk mund të bëj asnjë gjë, jo vetëm brenda shtetit shqiptar, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jam shtetase e atij vendi. Nga viti 2003 deri më sot kemi ndërtuar shumë gjëra me bashkëshortin dhe unë sot jam jashtë gjithçkaje që kemi ndërtuar me bashkëshortin tim, sepse unë jam me përjashtuar nga dëshmitë e trashëgimisë të bashkëshortit tim.